Andrea bëj një kafe. Na bëj dy kafe. Na bëj dy kafe. Shpendi pse nuk flet për krimet e Amerikës? Kush është pro-amerikan i bën shqiptarëve vlarje truri dhe një nga ata edhe ti. Prano gabimet mirë tjesh. Ka mundësi t'ja japësh ti tash? Ja pun përgjigje. Po. O kena fol ne për të vërtetën historike, që historia është një tuf rrenash, një mashtrim gjigant. Në media, jo këtu vlla. Ne të dy kemi fol media të tjera. Po kemi shku ke vizioni bashkë. Na kanë qujt pro-anti-amerikan. Po çfarë na kanë thonë? Idaet Beqiri më thoshte mua anti-amerikan. Tash prapë, mos e ulet, tash të lutem, mos na se ke parasysh tash na bëre pis me atë emër në sfond. Koncepti është që e gjithë bota është ndërtuar mbi krim. Gjithë bota, mbi genocid. Gjithë bota, gjithë historia. Dhe kur ne shpjegojmë raportin ton me Amerikën, raportin e Amerikës me botën, ju kujtojmë gjithmonë. Ju pëlqen është perandoria. Është perandoria. Në këtë perandori është vetmja ushtri që mund të shpëtojë njerëzimin. E di kush janë? Janë ata të armatosurit, shpit vet populli thjesht. Po të armatosur. Që e paguajnë çdo vit me një numër të vdekurish mbi mesatarët. Jepja përgjigjen direkt avokat, se nuk kuptona gjëra gjatë. Që është i vetmi vend ku bëhet lufta. Dhe aty ka forca që e duan botën, të bazuar mbi disa vlera që dhe ne i duam. Po çfarëdo që të jetë puna, atje do vendoset fati i njerëzimit. Ty të pëlqen, s'pëlqen. Ky është fakt. E dyta, ti je i vend unik në Europë. Je i rrethuar vetëm armiq. Që kanë pretendime ndaj teje. Që në çdo çast janë gati të coptojnë Shqipërinë apo të shkatrojnë Shqipërinë dhe kanë dhënë prova. Dhe në këtë lloj vendi ku jemi ne, ti dhe unë dhe Shpendi, baba jot, nona jote, vlla jot, motra jote etj. Jemi dhe bashkëfajtorë në një aspekt që si dalim për zot venit, as me armë. Se kemi dhënë prova. Pra ne, kur flasim për geopolitik, ne dim që një vend i vogël duhet të ditë ekuilibrohet me vendet e mëdha. Dhe sidomos me perandorinë. Kur sidomos e dim tashmë të vërtetuar që jemi të rrethuar nga shërbime armiqësore dhe kemi një klasë politike kuislinge që do të shkatërrojë Shqipërinë. Halli jot. Që thua, pse nuk flisni për krime dhe ju po i bëni larje truri sepse mbrojtni Amerikën? Ne kur s'kena mbrojtur Amerikën. Ne kena mbrojtur vetëm Shqipërinë. Problemi është ke truri jot. Urrëtia jote ka errur syt. Urrëtia jote ka errur syt. Nuk ke gjë të bësh analizë se kush janë forcat, kush janë palët, dhe për ty mjafton 5 faqe libri që ke lexuar gjithë jetës për këtë temë. Dhe në vetë ne vëmen, për këtë gjë thu se ne po i servirojmë Amerikës. Ti e kupton që këtë podcast thuan gjona që ne duhet na kishin arrestuar në çdo vend të Evropës. Më beso për këtë gjë. Kena thonë gjona që do ishim arrestuar në Gjermani, në Angli, në Francë. Dhe këtë gjëra që themi ne kanë pasoja në raporte me palët e treta. Dhe gjërat që kemi thënë ne këtu nuk i pëlqen as pak ca njerëzve të fuqishëm që vinë nga përtejdetit dhe që edhe atje në oqeanin të katës në Amerikë. Dhe ti na tregon neve. Ti. Po ti s'ke pikën e informacionit si funksionon Amerika, fali sekond Shpend. Se vetëm edhe që ti ja. Patjetër. Ti s'e ke haberin. Ti s'e ke haberin se çfarë është Amerika, si funksionon Amerika. Ke lexuar që kanë vrarë indianët, kanë vrarë këto, kanë bërë këtë luftën ata kështu ata ashtu. Po disa pak informacion ke. Asnjë të 10 mitën, jo të 1 mitën, të 10 mitën e asaj që ne njohim, dim, funksionon dhe se si është pozita e palëve në këtë botë ku ne jetojmë. Pa Amerikën, ti s'do ishe fare as tani, as më vonë, as si shtet, sepse të gjithë palët e tjera i kanë ndarë si nort. Kina ka të vetët, Rusi ka të vetët, Turqia ka të vetët, Izraeli ka të vetët, gjithë kanë të vetët. Ti si kurkund, ti s'ekziston. Ti nuk je hiç. Pozicioni jonë në raport me Amerikën lidhet me këtë geopolitike. Para, e dyta, raport me agendat, me përplasjet, me civilizimin etj. Është vetëm një betejë që bëhet në botë. Atje përcaktohet fati i botës. Dhe e treta, ne kuptoj problemin që ke, se ke inatin me këtë imazhin e marr të kapeles tjetër, që është Make America Great Again, kjo është Make Albania Homogein. Unë e kuptoj urrëtin tënde, po e disa pak informacion ke ti, dhe urrëtia është produkt i ignorancës tënde. Nuk e pa njerëz më të guximshëm. Njëtën tate, në Shqipëri flas. Se sa pak njerëz që jemi ne, dhe sa pak jemi, gishtat e një dore, që guxojnë dhe flasin
për këto tema kaq të rrezikshme. Po janë shumë të rrezikshme. Dhe mënyra si flasim ne që i bim kokës aty që si shkon mend njeriu me ira. Avokat, 10 sekondë shumë për zonjën dhe neve mbyllim me këto lloj komendesh, se s'do merrem me këto lloj komendesh, me këto lloj komendesh. Zonjë, unë të ftoj nga 2021 që unë jam njohur me këtë zotrin. Kështu jemi njohur. Deri në 2025 të shikosh Pendi Gashi ose Altin Goxha në YouTube, kur kemi folur për sovranitetin, 1-4 në rastin më të mirë dhe me moderatorin kundër në rastin më të keq, na thoshim për Amerikën je anti-amerikan, je kështu, je i paguar nga UDB-ja, nga Greku, nga Serbi, nga gjitha me radhë, kur kemi folur neve për krimet e Amerikës dhe si Amerika Bidenit solli një paçavure si Yuri Kimi këtu dhe shkatroi jo vetëm Shqipërinë, po gjithë Ballkanin. Por qëndrojmë tek ajo pyetje që tha me drejt avokate. Ç'a do bëjmë neve pa Amerikën, o ti, shoqja? Shoqja Dhurata. Ç'a do bëjmë neve pa Amerikën? Do bashkohemi me Vietnamin? Mirë do ishte. Kur ti vetë si person si gati derdhësh gjakun për këtë vend. Ti si person nuk je gati derdhësh gjakun. Se ta bëj hallall, jemi të gjithë bashkohemi, marrim armët dhe themi s'ka ç'a bën askush se do të luftojmë deri në vdekje, jemi të rrezikshëm. Kush po ne? Ne tani Teta Dhurata, unë e kuptoj që ti je në gjendje të kuptosh situatën pasi e lexoj dhe je shumë e informuar. Unë po t'jap një lajm të keq që ti merr vesh nga Amerika dhe nga gjeopolitika, saç merr vesh Kali nga astrofizika. Kështu e mbyllim bashkë dashur. Bëj atë kërkimin në YouTube, Altin Goxha dhe Shpend Gashit kur flasim për çështje gjeopolitike. Unë e kam mbaruar me 9.23 me gjithë pedagogët kundër në shtet gjeopolitikën dhe studimet reale politike dhe jam vlerësuar 90% në një kurs online të Harvardit. Pam njohur njeri, mu deshën gjysore me gjet him, se kishin lënë fund e dashur, a kupton? Shpendi Gashi him, se duhej bër ai përcaktimin Harvard. Ka dhe Shpend të bëj një apologji ndryshe. I kemi marr tonat. Shpend të bëj një apologji. Mirupafshim, të duam shumë. Të bëj një apologji ndryshe. Gjë më e thjeshtë është të futesh online dhe ti thosh dikujt ja ke fut pika. Po. Gjë më e lehtë. Më ka qelluar mua me një nga videot më të suksesshme të këtij podcasti që ka shkuar deri në 350.000 shikime, që është historia e Balit dhe Rothschildve. Vin roba aty, edhe thonë që a ke fut kot, kjo nuk është kështu, ti s'merr vesh, tjerë. Tash duhet të keni parasysh që është kuptuar kam përshtypjen që ne vim të përgatitur në emision. Çdo thotë ne vim të përgatitur në emision. Në Shqipëri, kur ti hap televizor me telekomand, shihni vazhdimisht emisione televizive. Shihni gazetar, politikan, studiues, ekspert, analist etj. Bien sy për i herë kur i ftuari apo gazetari janë të përgatitur, çdo të përgatitur. Kanë lezu, kanë njohuri mbi atë çështje. Dhe kanë një produkt konkret që dallohet nga shkalla e njohurisë. Për shembull, kur ti hap televizorin dhe shef Dritan Goxhaj të ftuar në emisione të ndryshme, ti shef një njeri konkretisht të përgatitur me një shkallë shumë të lartë informacioni, dërmuese për debatin që bën dhe kur bën replika, komunikon me palët. Dallohet Dritan Goxha që është përgatitur. Pra, hyn një njeri që ka lexuar, ka njohuri, ka mendimin e tij, por mbi të gjitha është dominant, është superior në debatin që ka gjithmonë për shkak njohurisë dhe ai nuk flet kurrë për gjëra që s'ka njohuri, flet për gjëra që ka njohuri. Kjo do thotë ti je i përgatitur për diçka. Shef, lloj tipash që drejtojnë emisione, ftojnë emisione, që s'kan haberin. Krejtësisht pa përgatitur, krejtësisht ignorant, sidomos për tema që s'kan bot lidhje. Akoma se kuptuar që kur ne i hym, analizojmë tema delikate dhe të rrezikshme. Tema delikate dhe të rrezikshme. Çdo tema delikate dhe të rrezikshme. Tema delikate dhe të rrezikshme do thotë që janë shumë të vështira për të trajtuar siç duhet dhe kanë pasoja për autorin e narrativës. Çdo të pasoja rrezikon. Mund të rrezikojë çështje karriere, mund të rrezikojë avantazhe, por mund të rrezikojë dhe jetën. Mos u habisni për këtë që ju them. Kur ne flasim për gjeopolitikën, të siguroj që kemi pozicionin më të rrezikshëm që ka pas në Shqipëri në grup njerëzish që komunikojnë. Më të rrezikshëm.
Ne rrezikojmë jetën. Sinqerisht ta them. Pasi është ndaluar të flitet për tema si ajo që folim para 2 javësh për Balin, perëndinë e vërtet të Rothschildëve. Ndalohet të flitet, futesh në burg për këtë temë. Dhe kur je në botën e komunikimit zyrtar, publik, politik etj., po rrezikon jetën. I kanë vrarë, i kanë kputur mes tjerët në për perëndim. Sa dush. Që nga regjizori i një filmi që është më i madh në botë si regjizor, e vran dhe atë, Stanley Kubrick. Janë tema të rrezikshme dhe sipas vendit lokal ku je, sipas vendit fshatit ku ti je, përcaktohet dhe rrezikshmëria përkatëse. Prandaj kur na thoni, ku ditë ja fut tek kësaj. Tu të mendosh diçka që kemi dhënë prova që përgatitemi para se të flasim. Lexojmë shumë. E sikur të krahasojmë kohën që argjojmë, cilësinë e kohës që argjojmë. Lodhjen që kemi për ta zbuluar një të vërtetë dhe për të qenë sakt për atë vërtetë. Ku diun them, më duket idiotësi, sinqerisht ta them, që jep vetes kurajo, kushdo që ti jesh, për thënë, a ke fut ka, a ku ditë, apo sa është kohë është kjo. Vjen robo thonë, a ç'është kjo që po futi. Ja ke fut këtu. E di sa kohë harxojmë për të qenë sakt, që mos kemi një gabim, se një gabim atë të përmendin, ja futi një herë kot, ja ke fut gjithmonë kot. As atë se lejojmë. Me përgatitjen. Pra, mendoni edhe një herë kur e shoni atë fjalën që bëni kritikën. Që provoj vetë, ty është në labirintin e të vërtetës, të kërkosh, dhe do e kuptosh sa e vështirë është të japësh një opinion, një qëndrim, një pikpamje, një tezë, një hipotezë që është kundërshtim me standardin. Nëse kërkon të jesh në pozita serioze, se kështu për fol budalli që ke plot televizion, njëri thot toka është e shesh, tjetri thot që nën tokë kalojnë trena me 200.000 km/h, nën tokë, nën dhe janë të kështu qytetërime të tjera, budalli që sa dush, ka kështu sa dush, mall. Jo po ka Shqipëria kanë dalë 300 tonë ar në vitin 46, 300 tonë ar. 600 tonë ar është gjithë pasuria e perandorisë më të madhe në botë të arit, që ishte perandoria e Spanjës. 600 tonë ishte e gjithë pasuria historike 5 shekullore, ishte 600 tonë. Shqipëria ka pas 300 tonë që i mori Inglizi, Serbi etj. Pralla me mret. Duke kujtuar që unë kam qenë një nga personat më të afërt me informacionin sa ar është vjedhur nga Everhoxha dhe sa ar ka ikur nga Shqipëria për shkak edhe të studimeve dhe botimeve që janë bërë në gazetën Linja Demokratike në 91-92 nga baba im. Mbi këtë temë, mbi arkiva flas. Se çdo psikopatit mendosh që Shqipëria kishte gjysmën e arit perandorisë më të madhe në botë. Të arit, se ajo është perandoria e arit, perandoria spanjolle, kur mos e harroni. Nuk ishte Anglia perandoria e arit. Ishte perandoria e fuqisë botërore, po perandoria e arit është më gjithmonë mbretëria e Spanjës, perandoria spanjolle, për shkak të fokusit saj ke ari. Që do të thotë budalli që më thosh sa dush tha. Për atë që tallen njerëzit sa dush. Ne jemi shumë serioz kur flasim. Dhe këtu flitet vetëm gjëra serioze. Ndaj dhe sinqerisht respektoni veten. Kur thoni ja ke fut kot për gjë, jepni argumentin si kush është e vërteta. Po, Altin, kjo nuk është fare kështu, mund t'ja kesh fut dhe kot. Po sepse është kjo tjetra. Po kështu thosh ja ke fut kot për çfarë? Për krimin e Amerikës, më thuaj cilin krim s'kena përmend të Amerikës këtë emision, këtë podcast. Po s'kemi thënë që gjithë luftrat që janë bërë, shpikja e terrorizmit islamik, ishte gjithë një strategji e CIA-s, e kontrolluar nga Izraeli. S'kemi thënë këtë gjë, që ishin gjitha luftat pa drejta, gjithë shekullit 21, të gjitha. Të luftat pa drejta gjitha. Po s'mund të themu që s'ishte e drejtë lufta e Kosovës. Do thuash ti kush ishin interesat? Po pse ku ke pati që bëhet për humanitarizëm gjeopolitika? Vetëm për interesa bëhet. Po ne ishim përfituesit dhe me të drejtë. Rasti i Kosovës është rasti më tipik. Hajde flasim tash për krimet e Amerikës. Hajde. Marrim një serb edhe ta çaja këtë pjesën e Kosovës. Kë krimet e Amerikës. Çfarë po përdor Putini si argument për të legjitimuar tokën e pushtuar në Krime? Më fal, në Ukrainë. Kosovën përdor. Pse? Është ke ligjin ndërkombëtar. Është ke ligjin ndërkombëtar. Si ishte marrëveshje e OKB-s për ta bërë. Këshilli i Sigurimit nuk votoi pra. Por ishte e drejtë. Se tjetër është drejtësia, tjetër është e drejta. E drejta është e drejtë. Popujt kanë drejtë për vetëvendosje, por mbi të gjitha, për të mos qenë viktimë e genocidit. Siç ndodhi në Gazë. Kosova ishte në genocid. Për sa vjet? Për 200 vjet. 250 vjet. Dhe quhen këtë luftë pa drejtë, sepse ti ke urrëtie ndaj Amerikës apo ndaj Trumpit. Urrëtia jote është mikroskopike për milingonën e lepën për mua. Vetë milingona mendon se mikroskopike urrëtin. S'ka si vlerë, jem logjik, si në emocion dhe në pasion. Kjo ishte koncepti
i asaj që do të jepsha përgjigje se çfarë ne guxojmë bëjmë këtu dhe shumë pak njerëz ja dinë vlerën. Këtu mund të jenë vetëm 1000 veta që ja dinë vlerën, që ne rrezikojmë duke folur për këto tema. Dhe në vend që të përfitojmë, humbasim. Dhe duhet me respektu këtë fakt. Se s'guxon njëri të flasë në Evropë për balin, në një podcast të rëndësishëm. E me pesha të rënda, njerëz që dalin në pozita të caktuara të opinionit publik. Në Francë janë me burgje njerëzit. Kokat më dhanë burg, për 100 në asaj që themin. 100 në asaj që themin. Se kjo është e rrezikshme. Po këtu, në një vend që është pushtu de facto nga shërbimet e Mossadit, nga shërbimet izraelite, që Rama e ka bërë Shqipërinë komplet tapet për këto shërbime, për këtë projekt që ai ka për Shqipërinë, për këtë po flasim për kufit e Ballkanit sot, ta them me sinqeritet, duhet me e vlerësu. Edhe ai që thoshte çan këto podcaste, duhet me e vlerësu guximin që kemi në këtë podcast dhe vetë vlerën e podcastit duhet me shpërndarë sa më shumë. Sepse, sinqerisht ja u themi, jemi në terren lufte. Ky nuk është thjesht një kafe që po ulim e po bëjmë relax. Dim ne të bëjmë relax. Dim ne të bëjmë pazar me më të mirën, me më të bukurin. E kena pas mundsinë. Po ti do të bësh një komunikim antisionist në Shqipëri. Ti je në target. Ti je në target. Se po ti shohësh kryqët e Sionit në Shqipëri janë gjithë suportum. Ne jemi rrezik. Prandaj edhe duhet me pas respekt për pozicionin dhe mos na tregoni Amerikën, qafshi, të lutem, neve. O Zot, maj mend 2016-ën, kur këtu e shifshin Trumpin si ishte fushata, ke parasysh si që zgjedh akoma, që është ai vetëm 4-5 vjeç në gjithë Shqipërinë, që mbështesim Trumpin, vetëm 4-5 veta. 4-5, flasim që kishte një komunikim publik, që dëgjohesh zëri, që kishte kush e merrte vesh, flas Facebook, s'bët fjalë për televizion. Edhe ke parasysh gjithë kështu, Clinton. Patëm drejt për shumë gjëra që tha. Të gjitha. Raport me agjendan globale. Po i fshati ka mentalitet fshati, çfarë do bëj për Shqipërinë? A thu se Shqipëria ekziston si koncept në një botë që po përplasen gjithë fuqitë e botës, gjithë historia e botës, gjithë miliardët e botës. Ja ku jemi, 2016, 2025. Kush foli? Mani me Berishën atëre? Berisha mbështeste Clintonin. Basha shkoi të bëj fushat për Clintonin. Me si ishin konservatorë gjëja. Kujtoni pak për 2020-ën. Kush e uroi pari Bidenin në zgjedhje? Sali Berisha. Para Ramës, ja kaloi. Kur votën zgjedhjet. Kush e goditi 6 janarin nga Shqipëria? Sali Berisha moroi pari para Ramës. Mos u habisni. Kush nuk tha herë me Trump? Fushat 2025. 11 maj. Në 5 nëntor në Amerikë, në 2024, kur po bësh Berisha gati për ta pushtet. Më fal për të bërë opozit për 2025, se u gatroi bëra lëmsh. Para se të vite Lacivitas. Nuk e përmendë herë emrin e Trumpit. I tredhur. Pse? Se është e tredhur Shqipëria, politika shqiptare, klasa politike. Dhe duhet respektoni guximin tonë. Po ja u them me sinqeritet. Arsyeja pse shpendin ne shoh vazhdimisht me nerva kur komunikon herë me komentues në këto lloj termash, ka të bëjë me moshën e tij, që s'është si unë, 55 vjeç, që ende nuk është lodhur, shpendi flas, nga ky keq kuptimi i madh që ndodh vazhdimisht narrativ. Unë kam kalu këto që në 2013, 14, 15, jam neverit me kohë, nga mënyra e keq kuptimit publik. Kur s'dun ta kuptojnë. Sepse është ajo që u tham para një javë, para 2 javësh. Kur shohin pasqyrë të mirin, kur shohin të mirin në rrugë, ju duket vetë i shëmtuar në pasqyrë. Kur shohin diçka që se bën dot vet, e urrejnë ata, sepse u kujton të keqen e tyre. Dhe sinqerisht, shpendu në shoh vazhdimisht që acarohet me ju, te pjesa e guximit që i vet ndryshim siç është rasti që staman me folme amerikan, ti bën një lavashtruje etj, apo dilni shesh aty etj, ka të bëjë me faktin e keq kuptimit të madh. Unë kam kalu këtë me kohë, s'kam asnjë lloj kështu probleme me keq kuptimin. Sepse që kur hyra për keq kuptimin, e dija që askush do kuptonte asgjë. Çka guximi është të bësh atë që bëjmë ne. Nuk e kuptojnë njerëzit. Si të mbyllen gjitha rrugët e jetës. Si të mbyllet çdo gjë, si mund të bësh dot një mirëqenie minimale, se të godasin gjitha, nuk mund të kesh një marrëdhënie normale, të godasin me të gjitha gjonat. Nuk t'ja opret mendja se ç'kom hequr që në 2008 e deri më sot që vazhdo luftën kundër Sorosit në Shqipëri. A se imagjinoni dot. Edhe gjithmonë pyetja është pse jam gjallë. Do të vrisin ty, peshë e madhe ti. Po po Shqipëria sot flet për Sorosin. Po është kollaj klasës sot. Po që të krijosh kjo frym. Ti unë se ç'është hequr në vitet 2008 e deri në
21 kur u bë trend me shajt Sorosin për Amerikës. 2025 tash i bë kollaj se ka Trumpi pushtet. Po rrinë qafë gjithë. Është frustrim i madh. Është frustrim i madh. Dhe unë i falenderoj gjithë ata që na ndjekin dhe që kanë shprehur solidaritet me ne, dhe ata që më kanë votuar, pikërisht që kanë kapërcyer pikërisht këtë lloj keqkuptimi. Avokat, na ka ardhur një mesazh nga një avokate me emrin Moza. Vërtet jeni podcasti numër 1 për vlera mendimin në çështje diskutime krahasuar me çdo lloj podcasti tjetër që janë treg, të cilët janë muhabeti rëndom të kafe lagje, dialogje shterp në përmbajtje dhe ide, me qoka shtëpie e moda veshje e divorci. Ndaj vijoni me këto tema avangarde se keni një target grup caktuar intelektuale që ju ndjekin si në Shqipëri, Kanada dhe Amerikë. Kjo është arsye pse kemi kënaqësi. Tuaj na shkruan një avokate thot Moza nga Tirana për kaq jo më shumë. Boll me një pika se ka të tjerë që duan vëmendje. Iga se juve merreni 30 minuta me 100 euro thot. Ciao. Ktu ka drejt. Po, ka drejt. Në shfajim. Shfajim. Avokat është shfajim ky vëlla. Nëse po bëja edhe një zbërthim një vjeçar të podcastit tonë. Në ishte preteksti për të shpjeguar që vlera e podcastit nuk ka të bëjë me sa vetë apo e shohin live. Do ta them me sinqeritet. Po. Vlera e podcastit është kur ato që thua prodhojnë politik, prodhojnë ndryshim, prodhojnë gjendje dhe megjithatë hapin tunele të mëdha, të nëndheshme për të rrëzuar pikërisht sistemin. Dhe jemi një vjetor. E kemi për detyrë sot të kujtojmë një vitin e këtij podcasti dhe peshën që kanë treg. Dhe besoj unë, vlera e podcastit matet me aftësinë për të bërë ndryshimin e narrativës, ndryshimin e agjendës prioriteteve. Ja sot për shemb, po flasim për kufit e Ballkanit. 100 podcaste bën për kufit e Ballkanit. 100 emisione bën për kufit e Ballkanit. Këtë vit, 2005. Pse nuk e kemi temën bazë që po shitet gjysma e Shqipërisë dhe në janar fillon puna zyrtarisht me dokumenta. Pse asnjë se kap çështjen, çe gjeti PD-n që bojkotoi Komisionin e Reformës Territoriale dhe u detyruat kthehet si çeçu aty si delet shkuacat. Pse? Se akuzuan për tradhti në bashkëpunim me Greqinë dhe me Edi Ramën për të shitur jugun e Shqipërisë. Dhe zoti ndajemi kësaj gjëje, derisa ta kthejnë një çështje prioritare kombëtare që reforma territoriale nuk mund të bashkohet Finiqi me Sarandën. Nuk mund të bashkohet me Konispoli, nuk mund të bashkohet Saranda me Delvinën, që të realizohet projekti grek i Vori e Pirit. Sa ish projekti. Po, a mund ta thot PD-ja e Belerit këtë gjë? Sfida jonë është ta detyrojmë që të lëvizi. A ka fol PD-ja këtë javë për detin? Në këtë podcast është folë dhe Kaulon Kalash. Pra po të shosh një ti grup, ke parasysh vetëm ne jemi që flasim për këto tema. Që të kuptosh sepse tjerët s'flasin. Çfarë arsye kanë që s'flasin? Pse zguxojnë të flasin? Kjo është çështje. Sepse janë të rrezikshme. Dhe këtu matet gjë, me rrezikun real, jo me rrezikun kot.